Kush është dakord të ngrej kartonin? Kush është? Armand Duka u rikonfirmua me vota unanime në kryet e Federatës Shqiptare të Futbollit edhe për një tjetër mandat 4 vjeçar. Zoti Duka, urime me unanimitet të plot jeni zgjedhur presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Ai nuk pati rival në procesin zgjedhor zhvilluar këtë të hënë ambientet e shtëpisë së futbollit, duke marrë mbështetjen e 40 anëtarëve me të drejtë vote të pranishëm në proces. Kësaj, rizgjedhja për herë të shtatë e Dukës në krye të qeverisë së futbollit shqiptar ishte një formalitet. Në falënderimin e rastit para asambles, përfaqësuesve të UEFA-s dhe FIFA-s si dhe homologu të Federatës Italiane Gravina, Armand Duka nuk mund mos e konsideronte kualifikimin e mundshëm në botëror të Shqipërisë si objektivin e madh të këtij viti. Ju premtoj që ne do të bëjmë maksimumin që federata jonë dhe loja jonë, futbolli jonë, kampionati, ekipet kombëtare, zhvillimi i infrastrukturës dhe stabiliteti financiar i FSHF-s të jenë në nivelet maksimale në vitet e ardhshme. Një urim shumë special do të rikthejmë atë që ne mendojmë gjithë, uroj që ne gjithë bashkë të jemi pjesë e kampionatit botëror 2026. Suksese Silvinus, suksese ekipit kombëtar. Ves zgjedhjes së kreut të Federatës, Asambleja e Përgjithshme Zgjedhore votbesoi edhe Komitetin e Ri Ekzekutiv. Edhe ky ishte një proces me një garë modeste. Tërheqja e Abdyl Kuriu dhe Arben Dervishajt nga kandidimi bëri që të digjej vetëm një aspirant, Ervin Canullari. Garuan 10 meshkuj dhe fituan 9 prej tyre, konkretisht Edmond Hasanvelliu, Lutfi Nuri, Armando Cungu, Envi Hiçka, Geri Çipi, Erin Resuli, Blendi Fevziu, Gjergji Petro dhe Pano Xhixho. Armand Duka, që e drejton Federatën për vitin 2002, në platformën e tij për FSHF-n e viteve 2026-2030, përmendi si prioritete kryesore miratimin e ligjit të sponsorizimit në futboll, rritjen e pranisë së tifozëve në stadiume, si dhe nevojën për mbështetjen më të madhe institucionale për infrastrukturën sportive.